Në Shqipëri, përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare dhe vendeve që po ndihmojnë me procesin e reformës territoriale përmes ekspertëve, shprehen sot mbështetjen e tyre për realizimin e saj. Të pranishëm në komisionin e posaçëm parlamentar, ku marrin pjesë vetëm anëtarët e shumicës, ata u shprehën për një deklarate të përbashkët se një reformë e suksesshme do të konsolidonte njësitë e qeverisjes vendore me rezultate të prekshme për qytetarët shqiptar. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Organizata ndërkombëtare si Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, PNUD, OSBE-ja, Këshilli i Evropës, USAID apo dhe vendet si Suedia, Zvicra, Austria dhe Italia përmes institucioneve të tyre janë angazhuar në dhënien e një ndihme direkte përmes ekspertësh për realizimin e reformës territoriale o administrative. Të ftuar në komisionin e posaçëm parlamentar, përfaqësuesit e këtyre organizatave dhe vendeve perëndimore shprehen sot mbështetjen për reformën e pushtetit vendor, duke përfshirë këtu aspektet administrative dhe territoriale, tha zonja Jeshin Oruç, drejtoresha e PNUD-it për Shqipërinë, ndërsa lexoi një deklaratë të përbashkët të partnerëve ndërkombëtar. Ne përqafojmë angazhimin e qeverisë për të kryer një proces të reformës territoriale dhe administrative të standardeve ndërkombëtare, duke qenë i bazuar në analiza objektive, transparente dhe gjithëpërfshirëse. Për këtë qëllim ne kemi ofruar mbështetjen tonë duke sjellë ekspertizë ndërkombëtare dhe kombëtare, duke lehtësuar dialogun, duke organizuar platforma dhe forume konsultimi, si dhe ofruar eksperjenca nga vendet që po kalojnë procese të ngjashme. Ne kemi mbështetur aktorët e këtij procesi për të dëgjuar zërin e qytetarëve shqiptar. Sipas partnerëve ndërkombëtar, ata dhe Shqipëria janë të njëmendje se sistemi aktual i njësive të shumta të qeverisjes vendore është i paqëndrueshëm dhe se këto njësi nuk janë në gjendje të ofrojnë shërbime eficiente. Nëse reforma territoriale administrative do të jetë e suksesshme, ajo do të konsolidojë njësitë e qeverisjes vendore. Një konsolidim i tillë, nëse koordinohet mirë me reforma paralele, do të përmirësojë dhe modernizojë ofrimin e shërbimeve të sektorit publik. Ajo do dhe duhet të lehtësojë rrugën për një decentralizim më të madh rregullator dhe fiskal dhe do të forcojë autonominë lokale. Rezultatet do të ndihen çdo ditë nga të gjithë qytetarët shqiptar si në qytet dhe në fshat. Komisioni i Reformës Territoriale ka vetëm më pak se 2 javë që ka nisur punën pas më shumë se 3 muaj shpezull në pritje që opozita të zinte vendet e saj. Djatha vazhdon të refuzojë pjesëmarrjen duke qenë se sipas saj shumica nuk i ka ofruar konsensus të plotë. Opozita është shprehur se kjo reformë ka vetëm qëllime elektorale dhe ka paralajmëruar protesta në rast të realizimit të saj të njëanshëm. Por të majtët janë të vendosur të ecin dhe të vetëm. Javën e ardhshme pritet që në komision të paraqiten disa variante të reformës mes të cilave komisioni do të përzgjedhë për t'i hapur rrugë më pas një debati publik gjymujor deri në mesin e korrikut, kur parashikojmë që reforma të votohet nga parlamenti. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.